Në Shkup, moti duket se po mban një ritëm tipik pranveror, gjatë ditës kryesisht me diell, por edhe me vranësira të pjeshme dhe erë nga ana veriore. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se ditën e nesërme pritet të ketë mot kryesisht me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Edhe pse pjesa më e madhe e javës pritet të jetë e qëndrueshme, DPHM thekson se nuk do të mungojnë momentet me reshje të izoluara. Drejtoria thekson se ditën e hënë dhe ditën e martë, moti kryesisht do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare lokale, ku dhe do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu, kurse të mërkurën pritet mot me vranësira të ndryshueshme, me kushte për reshje të dobta lokale shiu. DPHM thot se nga orët e pasdites do të fryjë erë e përforcuar, ndërsa për gjatë luginës së Vardarit dhe në pjesët lindore her pas herë erë e fortë, që në disa vende do të kalojë mbi 50 km në orë.